si shtet e kemi problemin më madhor në gjykimin tim, e që është konflikti i hapur me Serbinë. Qysh dojmë ja lidh kryt qësaj pune. Jemi të shtynë vazhdimësi, ndoshta edhe mundet nëse vjen Kurti në qeveri me shty edhe 4 vjetë, po humbjet do t'i kemi shumë të mëdhaja. Tjetra, kur tha Halili tha se shoqënia jonë është pak në gjumë. Shqipe, ka ndryshu situata tani, nuk e din kur a është mirë t'insistohet se jo, se nuk e din çka të pret nga Amerika. Por problemi edhe është që ti s'është asgjë në dorë unë nuk mendoj se muj me morë vetë iniciativë, e para tashmë Bashkimi Evropian ka filluar, e kanë emru të emrurin e vetë, kanë fillu do takime... teknike, zonja Shqipo. Ajo që ka ndodhur që 20 vjetë, domethënë BE-ja është e ngadalt, nuk po i gutet. Edhe nuk mendoj që kam jo ngutë, edhe këto 4 vite tashme. Po vendosë kur gja? Po preja, nuk i ngutët, sepse në funit nuk është, në rend të parë është interesioni, se neve nuk na intereson si shtet, si shoqni, me ecë për para, edhe ata nuk ju ngutët. Po kras që është me rëndësi njerës si të bëhet qeveria, kush e bën qeverinë, zona Shqipe? Po kjo është për mu problemi, nuk është kush e ban, shka ka me bo qajo qeveri. Nuk mund është ti me fol me kush e ban, pa të regu qka. Pa ju të regu furti partive tjera se qka ka ndërmend me bo me qëto, nuk menoj që kanë mulla me bisedu. Për mua dhe për shikuesi që përna sheh atje, dhe të cilën e përshëndes shumë, është shumë me rëndësi, ta di se kush e bën qeveri. Ata po thonë, kush e bën, çfarë thot Shqipja, kush mund ta bëj? E bën ky, e bën ai. Me ditë kush e bën kur nuk e dim çka dojmë me bën. Ne i dim pak ka shumë qëndrimet e partive opozitare për 2-3 çështje që ata kanë qëndrime të afërta. Nuk i kanë krejtësisht të njëjta, po i kanë të afërta. E para është se si e shohin procesin e dialogut me Serbinë, qëndrimet i kanë të afërta dhe e kanë ma let me ull edhe me arrit një kompromis. E dyta, për zhvillim ekonomik, pak a shumë i kanë qëndrimet të afërta, i kanë projektet madhore pak a shumë të trijat i mbështesin, që është ajmë për energjin që menojmë që në këto ditë kur po na shtrejtohet rryma është problemi më i madh, se pasojat e kësaj qeverie tashti kemi fillu me veç kemi fillu me ndi, e kemi me ndi hala ma shumë, një prej tyne është shtrejtimi i energjisë elektrike. Dhe çështje tjera që kanë të bëjnë me infrastrukturë, me investime tjera, mendoj që e kanë më lehtë me ul edhe me i harmonizu qëndrimet e veta. Çështjen e rritjes së pagave, po ashtu. Opozita ta bëj. Këto e kanë më lehtë, po tha me ul edhe me diskutu mbi këto çështje. Unë mendoj që po. A do t'ja lë Kurti atyre që ta kenë mundësi? Varet a don edhe vetëvendosja, po dhe parti tjera me pas një qeveri 1 vjeçare, a qeveri 4 vjeçare. Qeveri 4 vjeçare pa vetëvendosje nuk bëhet. Nuk muj me bëhet. Pse s'bëhet? Sepse presidentin s'mundesh me zgjedh pa vetëvendosjen. Jo mundesh. Jo s'mundesh. Llogarit i mirë. 48 deputeti ka vetëvendosja në asnjë variant. Jo, llogarit i mirë thash, këto tjera çfarë bojnë? Këto tjerat i bojnë 60 sa? 72. Edhe lista sërpsko? Me listën sërpsko, 72. Nuk mundesh në asnjë variant me zgjedh presidentin pa lëvizjen vetëvendosje. Pra, çfarë do qeverie e cila nuk është me lëvizjen vetëvendosje me PDK ose me LDK-n, do t'jetë qeveri 1 vjeçare. E vetmja qeveri 4 vjeçare mund t'jetë vetëvendosja me njërin nga 2 subjektet, ose me PDK-n ose me LDK-n, sepse kjo në vetvete marrëveshja do të përfshinte edhe zgjedhjen e presidentit. Për ndryshe mund të kemi, unë nuk jam kundër me pas edhe një qeveri 1 vjeçare, brenda këtij viti me i nis disa projektet mëdha ose me i përfundu ndonjë problem të madh që kemi, edhe mas 1 viti prap me shkon zgjedhje, sepse kjo për mendimin tim zgjedhjet të shpeshta nuk është që e dëmtojnë demokracinë, përkundrazi. Unë nuk jam domethënë kundër një qeverie afatshkurtër 1 vjeçare. Pse jo? Bash shumë mirë. Ose, variant që përmen është një qeveri teknike. Marrin leksione pak edhe këta deputet që jopin pare në fushat e shkrin pare edhe të naj me çdo kusht do të me rujt vendin e deputetit edhe nuk kanë asnjë parim. Domthon, këta që i thuhet që mundet Albin Kurti ose vetëvendosja me peshku dikon, ata aty s'ka parime. Ajo është domthon përdorim i njerëzve ose trafikim me qenie njerëzore. Që aty parime s'ka. Përdorimi i deputetit popullit, domthon për një akt politik, edhe hudhja ati në tutje, është kriminal. Është në tokë, s'është më politik parimore. E këto që përdo Shqipja, nëse ti ki një projekt politik, një marrëveshje, din çka donë po bërë shko votoja qeverinë Albinit, nëse Albinit bin,
cilat janë prioritetet e tij, mund me votu në kuvend edhe qeverit pakicës me 48. Kushtetuta e Kosovës e lejon. Mund me adhon votën, ma unë natë votojmë, po do më honë nuk vim me ty, mundet më bon qeverit e pakicës, nëse donë, po ti dush më në kalëzu, pse na duhet me të votu ty? Pse? Pse duhet me votu njeriu i cili ka bo marrëveshje me Serbinë, për